Sa minuta do të rri një fëmijë, sepse është krejtësisht edhe ta shmangësh tashmë është E një di betejë që është e një madhe mision për i fëmijët. vështirë, po, keni shumë drejt, është një mision shumë i vështirë. Fatmirësisht shoh prindër që ja kanë arritur kësaj gjëje, edhe janë për t'u lavdruar, me thënë drejtën. Nuk diskutohet, siç është ky rast i podcastit që juve keni organizuar, mesazhet që mjekët japin vazhdimisht nëpër intervista, mediat sociale që japin vazhdimisht informacion kanë luajtur një rol tepër pozitiv në dhënien e këtyre mesazheve, në mënyrë që prindit të ndërgjegjësohen, pse jo, shpeshherë duke u ndërgjegjësuar prindit, automatikisht edhe fëmia që merr këto mesazhe ndërgjegjësohet, dhe ka prindër pa që ja kanë arritur me sukses sa gjë, pra nuk është e pamundur kjo gjë, së pari këtë desha të thoja. E dyta, mendohet që nuk është mirë që një fëmijë të rri më shumë se gjysmë ore në ditë me pajisje digjitale. Por ka raste, sidomos kur rritet pak fëmia, që mund të lejohen edhe 2 gjysmëorshe, por me një diferencë shumë të madhe kohore nga njëri tjetri. Pra me një pauzë të gjatë. Jo 1 orë të jetë shumë non stop. Pra të rri gjysmëore, bëhet një pauzë shumë e gjatë, fëmia mundësisht këshillohet të luajë, të bëjë aktivitete të tjera, dhe mund të lejohet edhe një gjysmëorë tjetër mas një periudhe të gjatë disa orëshe pushim. Pra, mendohet që kjo është e tolerueshme nga trupi i fëmisë dhe është e padëmshme. Një kohë më tepër se sa kaq, është e pakëshillueshme dhe mund të sjellë dëmtime.